Shëndetje, unë jam Gjerti Peshkopia nga Lebon Tirana. Ne u bëm pjesë të programit Prema nga GIS. Lebon Tirana është pjesë e një sektorit të shërbimeve, i ndarë në 4 mini sektor: bari, pasticqeria, buka dhe self-service. Ne nëpërmjet Premës arritëm që të vëmë një eficiencë shumë më të mirë burimet tona. Bëjmë një ndarje në burim të qeqit, plastikës, të letrës dhe të mbetjeve tjera, ndërkohë tek pjesa e sheqerit ne kemi vendosur disa mapsa të cilat ne na ndihmojnë që mos shpërdoret më shumë. Njëkohësisht kemi vendosur tek shpërdorimi i ujit, dikur shpërdoroni më tepër, tani kemi vendosur ca sprinklesa të cilat neve na ndihmojnë që të optimizojmë mos shpërdorojmë më shumë ujë. Tek pjesa e sektorit bukës që futen byreqet, ne tashmë kemi marrë një makineri e cila bën një menaxhim më të mirë të gjithë prodhimit byreqve. Ne kemi arritur një menaxhim më të mirë të gjithë sektorëve që ne kemi pasur një shpërdorim pa e ditur dhe pa e kuptuar këtë gjë. Faleminderit.